Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bi hadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, takohemi sërish pra alhamdulillah në mexhlise të ilmit, khairit, diturisë me të cilat inshallah taala Allahu i lartësuar krenohet dhe bëhet shkak pra që të lavdrohen pjesëmarrësit në to para Allahut lartësuar dhe para melekëve. Dhe vetëm kjo, sikur ta kuptonim, ta ndjenim ashtu si duhet, do të ishte nxitës i madh që të prezantojmë pra nëpër mexhlise të diturisë. Edhe pse kjo nuk është pra dobia e vetme, ka edhe shumë dobi të tjera. Sidoqoftë, po se zgjatur shumë, do të vazhdojmë edhe sot inshallahu taala me komentimin e një prej shenjave të mëdha të kiametit. Faktikisht, elhamdulillah, këtë libër që e filluam ta shpjegojmë mbi shenjat e kiametit, kemi arritur deri ka fundi i tij. Dhe e shtata me radhë të cilën e ka përmend ky dietar është tulu'u shamsi min maghribiha, lindja e diellit nga perëndimi. E kena përmend disa herë se shenjat e mëdha të kiametit karakterizohen me atë se janë të jashtëzakonshme. Do të thonë, dalin prej rregullave të zakonshme të natyrës, të gjithësisë e kështu me radhë. Siç e kena përmend edhe te Dexhalli edhe te shumë shenja tjera. Pra, një prej tyre është, një prej që ndoshta edhe më shumë ti do të bëje bum, si thonë kur do ndodhe, është lindja e diellit nga perëndimi. Janë mësuar njerëzit linde në lindje e diellit. Mirë, po do të vijë koha, momenti i caktuar kur Allahu subhanahu wa taala do t'i thojë lind tash ka e kundërt nga perëndimi. Dhe njerëzit do ta presin ka kjo të perëndoje këndej të linde, andej do ndodhe kundra, kënej do linde, andej do perëndoje. Kështu kur don Allahu subhanahu wa taala e bën që të ndodhë çdo gjë. Çdo gjë është me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe padyshim si çdo shenjë tjetër që e kanë përmend dhe ka përmend ky autor, edhe kjo shenjë ka argumentet e veta nga Kurani dhe nga hadithet, sepse nuk mund që në fe ne të folim kështu vetë, çka të na kujtohet. E ke qartë. Do me thonë, feja Allahut është me ajete, me hadithe, me argumente, nuk është pimendjes. Dhe ne kur folim to, nuk i folim se neve na u ka kujtu, ose si Nostradamusi apo ai tjetri si u ka kujtu edhe i ka filozofu edhe dikun do shta ja ka qëllu pinkorna pak ashtu një qosh, një përqindje të vogël edhe e kanë bënë nëse s'është kur gjo ajo, filozofi e ti. Feja islame nuk ka ashtu. Dallon prej këtë ideologjive, mendimeve, krejt sendeve tjera. Pse? Pse është strikt me ajet dhe me hadith. Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Dhe kur themi kështu, nuk ka 100% jemi të sigurt në atë mesele. Kështu është feja islame. Edhe në këtë mesele, në këtë pikë, në këtë shenjë, pra, ky autor ka përmend argumente. Prej Kuranit famlart është fjala Allahut subhanahu wa taala në surën An'am, ajeti 158. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik." Atë ditë kur do të vinë disa prej argumenteve të Zotit tënd. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Njerëzve shpirtit nuk do t'i bëj dobi imani nëse nuk ka besu më herët. Kur do të vinë thot disa argumente të Zotit tënd, imani nuk do të bëjë dobi. Lem takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Nëse më herët nuk ka besu, ose ka besu ama ka bëu mëkate, nuk ka bëu punë të mira, kur do të vinë këto ajete, nuk i bën dobi, pendimi, kthimi, kërkimi i faljes tek Allahu. Kjo është pra kur nuk i bën dobi. E tash ky ajet nuk po thot lindja e diellit nga perëndimi, apo? Mirë po, kjo pjesë e ajetit ku thot se nuk di bëje dobi imani, çka cilësi pejgamberi alayhis salam e ka cilësu me këtë cilësi lindjen e diellit pi perëndimit. Prej shenjave të kiametit kur nuk pranohet më tobja,
kur lind dielli nga perëndimi. Kjo na bën të kuptojmë se ky ajet flet për lindjen e diellit nga perëndimi, edhe pse Allah s'e ka përmend direkt. Edhe kjo ka urtësi, pse Allah s'ka thonë direkt, që me kallëzu se edhe fjalët e pejgamberit alayhis salam duhet merren parasysh. Forma e namazit për shembull, sa recati ka dreka, ai ka sa fars, sa sunet, ikindia, akşam, yatsia, sabahi, a përmenden sa rekate kanë në Kur'an, pse? S'ka mund Allah i t'i përmend në Kur'an, ka mund, mirë po jo për të kallëzuar se edhe hadithet, veprat, fjalët e pejgamberit alayhis salam merren parasysh, që mos të vije dikush siç ka thonë pejgamberi alayhis salam, mos të vije dikush mas meje i shtrim i ulur, rrin kështu rahat dhe të thosë se valla ne çajo gjën Kur'an e pranojmë. Çka son Kur'an ne refuzojmë. Pejgamberi sa ka thonë mos t'i ndodhe kjo do kujt. Pse fjala e pejgamberit është njësoj sikur se fjala e Allahut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nuk fol thot pejgamberi alayhis salam prej epshit të tij, pi hamendjes së tij, është shpallje që i shpallet. Për këtë shkak edhe shumica e mufesirëve, komentatuesve të Kuranit, kur kanë ardhur tek kjo ajet, kanë thonë është për qëllim lindja e diellit për perëndimit. Me thonë shumica e komentuesve kanë thonë s'ka dyshim se është për qëllim lindja e diellit prej perëndimit. Siç është Taberiu, Ibn Xherir Taberiu, Ibn Kathiri, Shaukani e të tjerë, pra. Për shkak të haditheve të shumta të sakta që e bëjnë me dije se kjo është për qëllim. Prej tyre është hadithi që e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La takumu as-sa'a hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha. Nuk do të ndodh kiameti derisa dielli të lind nga perëndimi. Fa idha talat fara'aha an-nas amanu ajma'un. Thotë kur ndodh kjo të lindë ka perëndimi dhe njerëzit ta shohin, krejt do të besojnë. Krejt njerëzit do të besojnë. Kur do të ndodhe kjo, do të thonë kur të lindë ka perëndimi, do të besojnë krejt njerëzit. Fa dhaka hin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. I ka përmend njëjtat fjalë pejgamberi alayhis salam, nisoj si në ajet kuranor, pik për pike, fjalë për fjalë. Ka thonë atëherë la yanfa'u nafsan imanuha, nuk i bën dobi nefsit, shpirtit, njerit imani, lam takun amanat min qabl, nëse s'ka pas iman më herët. O kesebe fi imania khaira, ose nëse më herët ka qenë besimtar i dobët, ose ka bë punë të mira në imanin e tij. Kjo do të thonë se kur lind dielli nga perëndimi, dy llojet njerëzve nuk u pranohet pendimi. Ata të cilët janë qafira, nuk besojnë në esencë, janë komplet dalur prej feje, edhe ata të cilët janë mëkatar, gjunahqar. Kanë iman pak, besojnë në Allahin, ama janë gjunahqar, për shembull kanë mëkate të mëdha, nuk bëjnë disa obligime e kështu me radhë. Hadith tjetër është që e transmeton Buhariu nga Ebu Hurajra pashtu radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Nuk do të ndodh kiameti hatta tatlu ash-shams min maghribiha, fa idha talat amanu ajma'un. Fa dhaka hina la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl. Do me thonë të njëjtat fjalë parafërsisht. Nuk ndodh kiameti derisa të lind dielli nga perëndimi. Dhe në këtë çast të gjithë do të besojnë, mirë po, nëse s'kan qenë më herët besimtar, nuk ju bën dobi. Po ashtu transmeton Muslimi nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thonë: Badiru bil amali sittan. Shpejtoni me punë të mira para se t'ju vinë 6 sende. Njëna prej tyre është tulu'u shamsi min maghribiha, lindja e diellit prej perëndimit. Pra shpejtoni para se t'ju vije kjo e pastaj mos t'keni hapësirë që të bëni punë të mira. Dietarët kur e kanë komentuar këtë kanë thonë se nëse lind dielli nga perëndimi, mo regjistri i veprave mshelet. Ka edhe disa transmetime që e thonë këtë. Veprat që shkruajt mirat këqija, kur lind dielli nga perëndimi, me lajqet i lën lapsat apo ato me çka shkruajnë, edhe mo nuk shkruajnë as mirë as keq. Në qatë moment, si ke qenë që ashtu do të vazhdesh. Mos ke hapësirë të ndryshosh. Pse? Sepse kjo që ndodh është argument i gjallë për gjithë njerëzit.
Andaj edhe besimi mo nuk është i dobishëm, se mo e ka pa. Si në ditën e gjykimit, kur do ringjallet, dashofet, xhenetin, xhehenemin, mo nuk do kese njeri i gjithë thot, valla du të hinë xhehenem. Këtë e kam pa mo, këtë du të hikim për xhehenemi, ama vonë është. Se argumentet kanë ardhur, Allah i na ka dhënë mend, logjik, kena hapësirë të zgjedhim, argumentet i kemi kohë të mendojmë. Andaj kur të vije puna dhe të ndodhet dënimi ose lindja e diellit nga perëndimi ose gjykimi ose ringjallja, mo nuk ka hapësirë që njeriu të pendohet. Po ashtu e kina përmend pra edhe në hadithin e Hudhaife ibn Usaidit radhiyallahu më herët, që i përmend krejt shenjat e mëdhoja dhe një prej tyre është tulu shams min maghribiha. Njëna prej tyre është të lindet dielli nga perëndimi, të lindet dielli nga perëndimi. Po ashtu transmeton Imam Ahmedi dhe Muslimi nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan lam ansahu ba'd. Thot e kom mësu pi pejgamberit alayhis salam një hadith cilën nuk e kom haru deri tash, se kom haru. Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwal al-ayati khurujan tulu'u ash-shams min maghribiha. E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, ajeti i parë, shenja e parë prej shenjave të kiametit, e cila do të del, më thonë prej të mdhojave, që kur del ajo, mo fillon ajo kataklizma, si që thot pejgamberi alayhis salam, kur të fillojnë, mo do të bien sikur se bien rruzat prej zinxhirit, qafores. Rruzat si janë qafore, nëse e kput qaforen, ato bien me njëherë njëna pas tjetrës. E para që do bere, do më thonë prej këtyre shenjave të mdhoja, është lindja e diellit nga perëndimi. Kur do lindet dielli nga perëndimi, qerat movesh dhe vazhdojnë njëra pas tjetrës. Dhe hadith tjetër që e përmend ky dietar pra për argumenteve është hadithi i fundit, një hadith interesant, disa ndoshta e kanë dëgjuar, disa se kanë dëgjuar, nga Ebu Dherri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Atadruna ayna tadhhabu hadhihi ash-shams?" Ka konë pejgamberi alayhis salam me shokët e tij në mezhlis. Edhe kanë bën mohabet, ka perëndu dielli, më thonë si duket mas namazit të akşamit. Dhe ka thonë pejgamberi alayhis salam, a e dini se ku shkon ki diell? Ki dielli që e pat që e perëndoja, po, a e dini ku shkon? A e dini ku shkon? Sahabët si zakonisht kur s'kan ditë diçka kanë hesht, kanë thonë Allahu e din dhe pejgamberi i tij. Kur s'kan pas dituri s'kan fol kështu pa ushat. S'kan ditë, s'kan fol. Atëherë pejgamberi alayhis salam përgjigjet vet. Inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-arsh. Me të vërtetë thot dielli lundron. Tajri përdoret edhe për anijet. Kur lundrojnë. Edhe dielli thot lundron, hec, e ka atë rrugën e vet në për të cilën shkon. Thot vazhdon kështu derisa të vijë me një pozitë ku është bash poshtë arshit. Nuk do me thonë se shkon mbi 7 katë qiej atje apo shkoja gjenat nga të arshit, jo. Tahte l'arsh, ka thonë poshtë arshit, nuk ka patjetër të shkoja gjenat apo. E ka atë lundrimin e vet dielli dhe vjen në një pozitë. E tash edhe nise tjetër ta sqarojmë. Kjo vlen apo për folsin. Te tregimi i Dhulkarnejnit për shembull, Allahu subhanahu wa taala ka thonë, ka vazhdu deri ka shku në perëndim diellit, derisa e ka pa diellin se perëndon tani ujë. A do më thonë se dielli ka hin ujë? Jo. Dhulkarnejni me sytë e vet kur e ka pa ju ka duk si me hin ujë. Edhe në këtë rast, folsi ku ka qenë ai që e ka thonë këtë hadith? Se dikush mund thoj bota e rumbullakt këtu perëndon agjelindën. S'ka lidhje, ai që ka fol ka qenë në Arabinë Saudite. Andaj ne themi kjo ndodh kur perëndon për çat vend. Për ato që janë në Arabinë Saudite, kur perëndon dielli te këto, që atëherë pas një kohe dielli shkoi ka në një vend ku është më poshtë arshit, edhe në atë moment thot pejgamberi alayhis salam, thot dielli pret prej Allahut urdhër. Tash atë vazhdoje në çat drejtim apo të kthehet në anën e kundërt, ka perëndimi. Thot
dhe i bën sejdë deli Allahut lartësuar në formën e vet, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahut i bën tasbih çka ka në tokë dhe çka ka në qiell, secili në formën e vet. Edhe deli e madhron Allahun. Madje ka hadith thot pejgamberi alayhis salam kur bën njerëzit shumë gjinohe deti thot o Allah, lëshombe ti përmbyti këto, se shumë janë të bëj gjinohe. Deti e ka atë, Allahu e kupton, te se kupton, ama Allahu e kupton. Po ashtu edhe deli në këtë rast i bën sejdë Allahut. Shkon te vendi vet i bën sejdë dhe pret urdhër. A të vazhdojnë të njëjtin drejtim apo të linde nga perëndimi. Thot dhe Allah i thot vazhdo. Derisa thot vije momenti kur deli do të linde nga ana e kundërt, nga perëndimi. Allahu do t'i thosë se tash ka ardhur koha do të lindish nga perëndimi dhe deli do ta ndrojë atë kursin e vet dhe do të lind ka perëndimi. Kjo është një hadith interesant, apo? Për ehlusunetin, ata që janë eduku në medresën e pejgamberit alayhis salam, shumë e qartë puna. Mirë po ka disa dietar për bidatxhive për shembull që këtë hadith thot abes logjika ajo kjo, më kupton? E tash ndoshta të njëri da hetoje, da pyete, da dëgjoje, ta sqarojmë edhe këtë muhabet. Apo edhe pse unë e sqarova ato e komentuar hadithin e kallzova se nuk ka kurrë këtu. Disa thonë për shembull se pranon logjika, si mund e deli të shkojë te arshi, nuk thot ai se shkon te arshi. Thot tahte larsh do me thonë poshtë arshit. Çdo krijesë Allahut është poshtë arshit. Mirë po e pas ka një vend ku është në pozit, në qatë kohë, kur në Arabinë Saudite përëndon dielli, do me thonë, është në atë pozit kur pret prej Allahut urdhër tash. I bon e mëdhron Allahun edhe pret urdhër. A të vazhdojnë të njëjtën lëvizje që e ka bërë deri tash, apo të kthehet nga ana e kundërt. E kena të qartë. Kjo është sa i përket atyre, hadithin e transmeton Buhariu vllazni. Dhe për Buhariu dhe Muslimin nuk ka dyshim në saktësinë e haditheve. Këtu umeti kanë ixhma se Buhariu edhe Muslimi kur ta transmetojnë një hadith nuk pyetet. Ose puna është sahih 100%. Apo mirë po ka disa mendje shkurt, Allah i na rujt, janë gjendje që ta degradojnë librin e Buhariut, madje disa prej tyre, sidomos të shijat ndodh kjo, të këto sekt i devijuar pra, që janë gjendje sahabët të degradojnë, transmetuesit, Buharin, Muslimin, mos folim, vetëm sepse sipas tyre pra nuk va pranoj ka logjika. Allah i na rujt. Kjo është devim i qartë. Çka është logjika vllazni? Krijesa e Allahut që ta ka vënë trunin ton, mendjen tonë. Ajo këtë njerëzit, a kanë këtë koeficientin e njëjtë? Jo. Dikush e ka mbi 100, dikush e ka ndër 60 për shembull, E shtej me çkët 160 e dush ta krahasosh fjalën e Allahit, krijimtarinë e Allahit, krejt krijesat e Allahit, çata i dush ti shtisha, jo, po ka dalë. Allahu është shumë më i madh, krijesat janë shumë më të mëdha, nuk i nxekë te truni aty vogël. E kena qartë. Për këtë shkak ne e kena si bazë kena fjalën e Allahit dhe të pejgamberit alayhis salam. Nuk e kena neve si të na kujtohet se mendja jon. E shohëm, a sakt, hadithi ai sakt po, është në Kur'an po. Atëherë logjikën ja nënshtrojmë kësaj. Kena qartë, logjika jon si syt vllazni, syt. A shpalli Allahut ose si drita? Ne sy kena këta, më ndal këtë dritën këtë, kërkush shef kur zhoma, kena qartë. E kur çelet drita, atëherë syti përdorim për ta pa udhën që mos pengohna. Më kuptoni, në këtë rast pra logjikën e përdorim për ta kuptuar këtë hadith. Edhe e kuptojmë ashtu si duhet. Dielli shkoi ka në një vend ku pret prej Allahut edhe e madhron Allahun, s'ka kur gjë këtu, pret prej Allahut urdhër. Atë shkoi e knej, atë shkoi andej. Nuk përmendet në hadith se shkon tërmon 7 kat qiell. Po thotë është me një vend ndërarsh, dhe ndërarsh është çdo kund. E ka vendin e vet që ja ka caktuar Allahu ku i bën ibadet, apo? Si neve që na ka caktuar kiblen Kaqabja, në Dellit ja pas ka caktuar një vend. Edhe tham perëndimi ku merret se dikush ndonjë dritë shkurt, zemër prishur me qëllime të këqija mund thosë se këtu perëndon Agjelindën, s'ka lidhje. Merret parasysh ai i cili ka folsi.
folë si është në Arabinë Saudite, Muhamedi a.s. në Medine, themi kur do përëndojë në Medine, që atëherë ju matni dakikat, minutat, se dini kur, po që atëherë, jo kur do përëndojë në New York atje, s'folim për New Yorkin, nina tu folë për Arabinë Saudite, a kena qatë, se që aty folaj. Allah o thot, va kina bo tokën të rafsht juve, neve na ka bo, neve na duke të rafsht, nuk do me thonë se është të rafsht, e kena qartë, po ne kur e shojmë është të rafsht, kur hecim është të rafsht për neve, e kena qartë. Fol për ty si person nga perspektiva jote, nuk është nga gjitha aspektet, e kena qartë, se mos ta zgjatim shumë këtë aspekt. E tash, sa i përket meseles se nuk pranohet imani edhe tobja pas lindjes diellit nga perëndimi, e argumentuam se nuk pranohet pra imani edhe tobja. E njëjta gjë vlen edhe për kur nuk pranohet tobja. Ta themi kështu, pra si pyetje, kur nuk pranohet tobja, në cilat raste? Tobja nuk pranohet në 3 raste. Momentin kur i vjen shpirti në fyt njerit, kur o mo të i dalë shpirti, apo? Nuk pranohet tobja. Kjo është rasti i parë. Pse tashmo o të i pa me lajqet e vdekjes, ju kanë qelë dësende që i shef që nuk i shef zakonisht. Për këtë shkak këtë moment s'pranohet tobja. Kjo është rasti i parë, kur i vjen shpirti në fyt. Rasti i dytë është kur i vjen dënimi i Allahit, si faraonit, kur e ka fundos, ka thonë kam besu se nuk ka zot tjetër përveç Zotit të cilit kam besu benu Israilet. Edhe që atëherë Allah i mallkoft e ka zgjat. Nuk thot s'kom besu në Allah, po thot kom besu se nuk ka zot tjetër përveç Zotit të cilit i kanë besu benu Israilet. A kupton? Allah s'ja ka mundsu që ai të shprehet lirshëm. Pse i ka ardhur momenti i dënimit mo? Nuk ka shansa që ai të pendohet. I erdhë mo dënimi, u mlu, u fundos. Rasti i dytë është nuk pranohet pendimi kur vjen dënimi prej Allahut. Folim për dënim shkatrues, i cili mo të shon në ahiret. Edhe rasti i tretë është kur lind dielli nga perëndimi. Rasti i tretë është kur lind dielli nga perëndimi. E tash meselja është kur do lindet dielli nga perëndimi, për shembull, ka edhe pak kohë, apo mund të ketë për shembull disa ditë, disa muaj ose Allahu alem. Ato që nuk e kanë pa lindjen e diellit nga perëndimi, a vlen edhe për ato këto apo s'vlen? Nëse themi se jetojnë pas, vlen edhe për ato. Vlen edhe për ato. Kur lind dielli nga perëndimi, mos s'ka pendim. U kry puna. Njerëzit edhe siç duket në bazë të argumenteve, gjithë argumenteve kur i përmbledhim, siç duket masi të lindet dielli pi perëndimit, nuk ka më shumë kohë. Nuk besoj se ka dhe një kohë shumë e gjatë. Allahu alem, sepse vinë argumentet njëra pas tjetrës. Tash, do me thonë, besimtarët ndahen, këto që jo pranu pendimi, ato që si pranu. Pastaj vend koha kur Allah i va merr shpirtin besimtarëve, jesin vetëm qafirat. E kur t'jesin vetëm qafirat, atëherë mbi ato do të ndodhe kiameti dhe do të shkatrohet. Do të shkatrohet toka. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati al-hijratu ma tuqbilat tawba. Thot nuk ndërpritet hijreti derisa të pranohet pendimi. Hijreti do të vazhdojë, thot pejgamberi alayhis salam, derisa të pranohet pendimi. Hijret është shkoj shpin vend ku së në shfaq fen, vend kufri, në një vend ku mund të shfaqi shfen. Ose që është vend islam, tamam. Kjo është hijreti. E thot pejgamberi alayhis salam do të vazhdojë hijreti. Me na bo me dije se nuk ka hijret veç prej Mekë në Medinë në kohën e pejgamberit. Po secili njeri që bie në rast ngjajshëm kërkohet prej tij që të bëjë hijret deri në ditën e gjykimit. Për këtë shkak thot do të vazhdoje hijreti derisa të pranohet pendimi. Thot, ndërsa pendimi pranohet, pendimi do të vazhdojë të pranohet derisa të lindet dielli nga perëndimi. Fa idha talat tubia ala kulli qalbin bima fihi. Thotë kur ndodh kjo, lindi shtash dielli pe perëndimit,
thot i peçatohet zemra se cilit me ato që e ka mrendja. Se cilin njeri në qatë vend që e ka, imanin e ti që ata i ngel. Peçatohet. Edhe ma veprat ndërpriten. Nuk shkruhen, po edhe nuk kërkohen prej robërve. Me siguri besimtarët dhe të vazhdojnë t'i veprojnë, sepse janë besimtarë. Kënë qartë. A i së nëri pa i boj ibadet Allahit. Mirë po, në qatë moment ma kryhet. I kalon afati veprave punve të kësaj dinjoje pendimit e kështu me radhë. Këto janë gjërat më të rëndësishme që deshëm të përmendim, pra në lidhje me këtë shenjë prej shenjave të kiametit, e që është lindja e diellit nga perëndimi. Me kaq po e përfundojmë, tash do të ngelim tek kafsha, e cila do të del dhe do t'ju fol njerëzve. Pra, kjo është ajo që dëshim të thojmë për sot. Wallahu ta'ala alem, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.